Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur bashkombës. Mirëmbrëma. Me lejoni pra që në emër të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar të ju përshëndes me disa fjalë shumë vllaznisht, po tepër shqiptarisht. I nderuar komandant i brigadës së fitoreve, i brigadës 115, mësues Rafiz Haliti. I nderuar kryeministër i Maqedonisë së Veriut, Zoti Talat Xhaferi. I nderuar deputet Ilir Hasani, deputet Ilir Reçica. Personalitetet të shquara të nderuara që ndodheni sot këtu. I nderuar misionar i Kombit Shqiptar Ali Ahmeti. Në malësi të Gjakoves ka një postulat, mos të vdekt fjala. Epikrisht në betejat legjendare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare të Maqedonisë Veriut e Tuçë Bebes e dhan jetën shumë gjem dhe vajza. Ata ju përgjigjen thirrjes një kom, një qëndrim. Por ata ranë për të mbetur të pavdekshëm dhe në lanë amanet fjallën. Pra, amanetin e tyre duhet ta çojmë në vend. Një shkrimtar i madh thot Victor Hugo, dua të bëj një vepër në shërbim të atdheut dhe pastaj le të vdes. Respekt të mirëjoje për të gjithë ata gjemë dhe vajza që e kanë dhënë jetën për liri e për flamur. Këtu kemi komandantin legjendar të ushtrisë çlirimtare. Aq zbukur i skalitur sa na duket që është i gjallë mes gjallëve. Lavdi veprës së komandantit Adem Jashari. Mirë po, të dashur vëllezër dhe motra, me datën 16 shtator, pikërisht ditën e konferencës Pezës, në Hag jepet vendimi për bashkëluftëtarët e Adem Jasharit dhe Ali Ahmetit. Prandaj kjo ditë të shndërrohet në ditën e Beslidhjes shqiptare. Pra shqiptarët në të gjitha sheshet atë ditë të jenë për të përqellur vendimin historik ku ndahen dy epoka. Sot jam këtu me prefektin e Qarkut të Tiranës, veprimtarin e çështjes kombëtare Shkelqim Hajdari. Dhe me një veprimtar tjetër të çështjes kombëtare, Gjergj Kanani. Unë do të ftoj zotin Shkelqim Hajdari, sepse kemi një surprizë për Ali Ahmetin. Betejat legjendare të Kosharës sigurisht udhëhoqen me telat e çiftelisë të Mersajezës shqiptare të Dervish Shaqës dhe me zërin piskam të Arif Bladit. Mirë po, çiftelia ka dy tela. Dhe në betejat tona historike ne kemi patur një alat strategjik, vëlla historik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Respekt të mirëjohje, që nga koha e Wilsonit madh, Nixonit, Bill Clintonit, Bushit madh, Bushit 3, i cili tha, pavarësi i sot, nesër është vonë, pra të gjithë historinë tonë kanë qenë në krahun tonë. Prandaj, ne sa të jemi gjallë, akordin e çiftelisë duhet ta kemi. Njëri tel shqiptarçe, tjetrit amerikançe. Roft komi shqiptar, roft Amerika. Për t'ja dorëzuar të çifteli në mënyrë simbolike misionarit të kombit Ali Ahmeti, unë ja jap zotit Shkelqim Hajdari, i cili është prefekti i Qarkut të Tiranës. I Tiranës së shqiptarisë. Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar komandant Ali Ahmeti, i nderuar komandant mësuesi, s'ka më bukur, komandant dhe mësues, i nderuar kryeministër Talat Xhaferi, të nderuar gjithë miq, në emër të popullit të Tiranës, ju uroj gëzuar këtë festë historike
dhe shpresoj që dy telet e çiftelisë, ashtu siç i tha dhe Azgani, do ta çojmë përpara gjithë popullin shqiptar në Maqedoni dhe kudo që është, gëzuar edhe për shumë vjet këtë festë madhështore. Do vi ta mori këtu? Kërkojmë gjithë mësues ta prishin protokollin për ta ndrequr. Hajde Azgan.